realitetit një videoje ku brishësia e individit që proteston përplaset me gardhin e lartë, me tela, me gjëmba. Mu si t'ishte një kufi i pakapërcyeshëm mes jetës ti dhe një rrugë të madhe zhvillimi që e ka flakur atë jashtë shtratit saj. Mbi Zvërnecin qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Pa atë lidhje, protesta do të ishte në rastin më të mirë një çështje shqiptare, jashtë vëmendjes dynjas. Por fal asaj lidhjeje, ajo bë menjëherë një legjend globale, ku shumë kush ndër fansat e huaj të protestës, përfshirë dhe një senator mitik të Shtetet Bashkuara, desh ta shihte Shqipërinë si shëmbëltyrën guximtare të një Davidit vogël që u ngrit dhe u rebelua ndaj Goliathit plot fuqishëm, duke bërë thirrje që bota mbar ta merrte nga Shqipëria mësimin dhe të ngrihej në atë revolucionin e madh dhe të shumëpritur të ish proletarëve. Ky është fakti i kohës së kanaleve sociale, ku noton sot bota. Zvërneci dha videon revoltuese, flamingoja dha simbolin magjepsës, hija e vjerrit më të famshëm botë dha magnetin global, dhe algoritmi i yshtur edhe nga ustallar të ndërhyrjes në punët e vendeve të tjera bëri pjesën tjetër, me një shkrepse të ndezur pranë pyllit me pisha në nart, shpërndau brenda pak orësh një zjarr maramendës anë mban botës. Zelli i kundërshtarëve të gjithandejshëm për të luftuar me vjerrin e madh në çdo çast për çdo gjë dhe kudo qoftë, e ktheu në skenë identifikimi me qindra milion njerëz në disa kontinente, bulevardin e transformuar në hendek. Ama prap, shkaku i hendekut ishim ne dhe zëmra e protestës ishin njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Prandaj përgjigjja për ta duhet jetë e jona, jo e sharlatanëve, ekstremistëve apo e çdo dështaku publik, që në këto raste gjënden gjithmonë gati me receta çuditëbërëse për popullin, të cilat shkruan vetëm me një parim: o burra, rrëzojmë gjithçka, të rregullohet çdo gjë dhe unë të kap diçka. Ata kishin nevojë për plagën, po nuk e krijuan ata protestën. E rrëmbyen dhe vazhduan ta mishërojnë si llumi që dekanton pasi thahet prurja e ujit rrjedhshëm.